Tani do të kemi gjyetjen e penaltive. Po hidhet shorti, do të jenë nga 4 penalti që do të dëgjohen për secilin skuadër. Është hedhur shorti. E pari do të jetë ekipi Shoqatës Renal Futbolli Shkodër që do të dëgjojë pikërisht të shohin kush do të jetë ekzekutuesi. Do të jetë ekipi Spitalit. Pikërisht portieri Fatos Behari, ai që do ta ekzekutojë të parën dhe në portë e Tretnika, i cili është detyruar të futet në lojë pas kartonit kuq të Bujar Celufajt. Behari, Gjuan gol. 1-0 për ekipin e Spitalit të Rajonal Shkodër. Enis Mbar do të jetë tashmë vetë Nika që do të gjuaj penalltin e parë për ekipin e Shoqatës Renal Futbolli Shkodër në portë Fatos Behari. Nika Behari, Gjuan ka shënuar barazim 1-1. Barazohet gjithçka 1-1. Leonard Kulla, penalltin e dytë për ekipin e Spitalit Renal Shkodër. Leonard Kulla përballë Nikës, duhetje e fortë. Ka shënuar 2-1. Sigurisht që Nika është jashtë pozicionit të tij, por i detyruar këtë ndeshje. Oliver Pepaj përballë Fatos Behari. Shtyll. Ullhec ekipi i Spitalit Renal 2-1. Ullhec ekipi i Spitalit Renal 2-1. Kanë avantazhin e madh portierit të ekipi i Spitalit, Shpëtimi Meri përballë e Tretnikës. Shpëtimi Meri, gjuajtje jashtë. Ka shënuar 2 gola gjatë ndeshjes, por gabon gjuajtjen e penaltive. 2-1. Deniz Zmiani tashmë ka mundësinë për të barazuar shifrat në penaltin e tretë. Të shohim nëse do shënojë përballë Fatos Beharit. Deniz Zmiani me rrull ka gjuajtur barazim 2-2. Barazim 2-2. Sokol Ljobica do të jetë Sokol Ljobica do të gjyë penaltin e 4 të fundit për ekipin e Spitalit Renal Shkodër. Përballë e Tretnikës. Ka shënuar. Të shohim nëse do shënoj apo jo Vahedin Pepaj për ekipin e Shoqatës Renal. Nëse shënon, do të kemi një penalti shtesë. Nëse nuk shënon, mbyllet gjithçka me fitoren e Spitalit Renal. Vahedin Pepaj përballë Fatos Beharit. Ka shënuar barazim 3-3. Nga një penalti shtesë. Është sërish Fatos Behari. Lejo të gjuajnë sërish ata që kanë gjuajtur me parë. Fatos Behari përballë e Tretnikës. Ka gjuajtur gol 4-3. E Tretnika tashmë do të gjuajë sërish e Tretnika përballë Fatos Beharit. E Tretnika ka shënuar 4-4. Sërish barazim, edhe një penalti shtesë. Leonard Kulla përballë e Tretnikës, por do të ketë ndërrim portierit. Do të jetë Oliver Pepaj. Do të ketë edhe një penalti shtesë. Oliver Pepaj tashmë në port. Leonard Kulla do ta gjuaj. Leonard Kulla. Shtyll jashtë. Gabon Kulla dhe tashmë ekipi i Shoqatës Renale ka mundësinë për të fituar. Nëse shënon Deniz Zmiani, mbyllet gjithçka me fitoren e kësaj skuadre.
Denizmiani Behari ka gjutur dhe ka shënuar. Ka shënuar shoqata Renale Futbolli Shkodër, fiton me penalti dhe është në finalet kampionatit 5x5 Masters që organizohet nga shoqata Renale Futbolli Shkodër në bashkëpunim me shoqatën për sport. Një ndeshje mjaft e bukur me emocione, me gola, me shtesë, me penalti dhe në fund shoqata Renale është në finale. Kaq për këtë gjysmëfinale të parë, do të takohemi pas pak minutash në gjysmëfinalen e dytë në mes shoqatës në mes Veteranët Vllaznisë dhe Universitetit Luiz Gurakuqi.